Fakulteti i Shëndetit në Universitetin e Vlorës Ismail Qemali po përgatitet të zgjerojë ofertën e tij akademike me 2 programe të reja studimi, të cilat pritet të jenë pjesë në vitin e ri akademik. Bëhet fjalë për programin teknik laboratori dhe programin dermoestetik profesionale, të cilët kanë kaluar fazën e parë të miratimit pranë institucioneve përgjegjëse të arsimit të lartë. Sipas drejtuesve të fakultetit, këto programe janë hartuar në përputhje me nevojat aktuale të tregut të punës dhe synojnë të ofrojnë studentëve mundësitë më të mëdha punësimi pas përfundimit të studimeve. Zhvillimet e viteve të fundit në sektorin e shëndetësisë, diagnostikimit laboratorik dhe shërbimeve estetike kanë krijuar kërkesa në rritje për specialistë të kualifikuar në këto fusha. Dekani i Fakultetit të Shëndetit, Enkelejt Mëhilli, u shpreh optimist për ecurinë e procedurave të miratimit, duke theksuar se universiteti ka punuar prej kohësh për përgatitjen e dokumentacionit dhe standardeve të nevojshme për hapjen e këtyre programeve. Që Fakulteti i Shëndetit, i cili vazhdon dhe mbetet një nga fakultetet më të preferuara të studentëve, sidomos degët e infermierisë së përgjithshme, degët e infermieri mamis, dega e geriatrisë, si dhe jemi në proces në këtë moment për hapjen e 2 degët të reja, të cilat kanë kaluar fazën e parë të miratimit nga Ministria e Arsimit, pikërisht ka të bëjë me degën e bachelorit në teknik laboratori, si dhe për programin profesional në dermoestetik profesionale. Shpresojmë që të kalojnë dhe fazën e 2 dhe në vitin e ardhshëm akademik të kemi regjistrime në këto 2 programe studimi, si dhe të vazhdojmë numrin e lartë të studentëve të regjistruar në degët aktuale të Fakultetit të Shëndetit. Mëhilli thekson se programet e reja janë ndërtuar duke pasur në fokus kërkesat konkrete të tregut të punës. Sipas tij, fusha e teknikëve të laboratorit është ndër sektorët që kërkon vazhdimisht profesionistë të trajnuar, ndërsa shërbimet dermoestetike po njohin një zhvillim të shpejtë, duke krijuar nevojë për specialistë të mirë arsimuar dhe të certifikuar. Janë 2 programe të reja të cilat janë në përputhje me nevojat e tregut të punës. Fakulteti i Shëndetit, stafi akademik ka zhvilluar një studim tregu të detajuar përpara se të aplikojë këto programe të reja, ka nevojë shumë për teknik laboratori në Shqipëri, si dhe për ofrimin e shërbimeve dermoestetike për popullatën të cilët kanë kërkesë të lartë për këtë profesion. Paralelisht me përpjekjet për zgjerimin e ofertës akademike, Fakulteti i Shëndetit vijon të mbetet një nga njësitë më të kërkuara të universitetit. Dekani Mëhilli shpreh bindjen se edhe këtë vit do të vazhdojë tradita e numrit të lartë të regjistrimeve në programet ekzistuese të studimit. Sipas tij, interesimi i maturantëve për degët e lidhura me shëndetësinë ka mbetur i qëndrueshëm ndër vite, fal mundësive të shumta që këto profesione ofrojnë në tregun vendas dhe atë të huaj të punës. Mëhilli shpreh optimist se 2 programet e reja do të kalojnë me sukses edhe fazën e 2 të miratimit dhe do të jenë të disponueshme për studentët që në vitin e ardhshëm akademik. Ai vlerësoi se kërkesat për regjistrim pritet të jenë të konsiderueshme, pasi bëhet fjalë për fusha profesionale me perspektivë të qartë punësimi dhe zhvillim karriere. Dekani i Fakultetit të Shëndetit u bëri thirrje maturantëve të këtij viti që janë në fazën e përzgjedhjes së studimeve universitare të konsiderojnë programet e këtij fakulteti, duke theksuar se ato ofrojnë formim cilësor, staf të kualifikuar akademik dhe mundësi reale për integrim në tregun e punës. Jam optimist se këto dhe faza e 2 do të miratohet, do të jetë rezultati pozitiv nga Ministria dhe do të fillojë regjistrimi studentëve në vitin e ardhshëm akademik. Në moment do të ketë kërkesa nga studentët? Sigurisht do të ketë kërkesa, sepse kemi parë një kërkesë të madhe të studentëve të cilët na pyesin vazhdimisht për degë të tilla si dhe maturant. Dhe për këtu gjej akoma dhe një rastin të ftoj të gjithë maturantët të zgjedhin Fakultetin e Shëndetit dhe programet e studimit që ai ofron për të vazhduar studimet e tyre. Me hapjen e programeve të reja, Fakulteti i Shëndetit synon të forcojë më tej pozicionin e tij si një nga fakultetet më të rëndësishme akademike në Universitetin Ismail Qemali, duke u përgjigjur nevojave të zhvillimit të sektorit të shëndetësisë dhe kërkesave të studentëve për profile të reja profesionale.